Mosmarrveshje dhe aksident në trafik mjaftoi që 2 persona të përleshen fizikisht. Në lagjen Gazibab të Çajirit, me lëndime në fytyrë mbeti i riu 21 vjeçar me iniciale BB. Një mosmarrveshje dhe një aksident në komunikacion bëri që të kemi sulm me thik dhe me armë zjarri. Pikërisht në këtë vend, dje i lënduar mbeti 21 vjeçari me iniciale BB. Rastin i konfirmuan edhe nga policia, siç njoftoi nga atje, sulmuesi pasi ka lënduar të riun, është larguar nga vendngjarja, por menjëherë më pas është kthyer me pistolet dhe ka shton disa plumba. Pas një përplasje verbale lidhur me një aksident komunikacioni, është prishur rendi dhe qetësia publike nga një përplasje fizike mes personit me inicialet BB 21 vjeçar nga Shkupi dhe një personi tjetër mashkull, i cili ka përdorur mjet të mprehtë dhe i ka shkaktuar lëndime personit me iniciale BB. Personi tjetër është larguar nga vendi i ngjarjes, por shpejt është kthyer dhe ka gjuajtur disa herë me armë zjarri, por nuk ka lënduar askënd, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Alsat pyeti në Ministrinë e Punëve të Brendshme nëse identiteti i sulmuesit është i njohur për policinë dhe nëse kanë arritur që ta kapin. Për këto çështje nuk morën përgjigje. Sulmi ka ndodhur pas ditën e djeshme në ora 17:35.